Aktoria turke Farah Zeynep Abdullah dhe këngëtari i grupit Athena, Gökhan Ozoguz, do të jenë partner në filmin romantik Günaydin Aşkım. Filmi është shkruar vetë nga Farah dhe tregon historinë e një vajze që ndryshon fytyrën për t'i shpëtuar një marrëdhënie toksike. Ky projekt konsiderohet surprizë sepse bashkon një aktore shumë të njohur dhe një këngëtar, jo aktor profesionist. Xhirimet e këtij filmi filluan në vitin 2025, por u shtyn pikërisht në këtë vit, në vitin 2026, për shkak të përgatitjeve teknike dhe efekteve, sidomos transformimi i fytyrës së personazhit. Kjo ka rritur edhe më shumë pritshmëritë për projektin. Thashë theme romance në jetën reale. Dyshja ka qenë në qendër të thashë themeve për lidhje dashurie prej muajsh. Janë parë disa herë bashk, edhe në Londër, edhe në evente, por ata e kanë mohuar lidhjen, duke thënë se takimet lidhen me filmin. Megjithatë, momentet afër mes tyre kanë bërë që fansat të dyshojnë se mund të ketë diçka më shumë se një bashkëpunim profesional. Po pse po bën kaq bujë ky film? Kombinimi pazakont, aktore plus këngëtar, histori dramatike dhe e fortë, thashë theme romance jashtë ekranit që shtojnë interesin. Ky film romantik është bërë viral jo vetëm për historinë, por edhe sepse fansat po pyesin, a është kjo thjesht një rol apo një dashuri e vërtetë? Vazhdojmë me një lajm tjetër interesant. Një gjykatë në Stamboll ka refuzuar kërkesën e Ayşe Barim për të bllokuar mediat që raportonin për skandalin ndaj saj. Kjo do të thotë që lajmet dhe akuzat do të vazhdojnë të publikohen normalisht pa cenzurë. Pse është përfshirë aktoria Serenay Sarıkaya? Është thirrur të dëshmojë si dëshmitare në këtë hetim. Ajo përfaqësohet nga agjencia e Barim, prandaj është e lidhur drejt për drejt me çështjen. Dëshmia e saj konsiderohet shumë e rëndësishme për shkak të statusit të saj si një nga aktoret më të famshme në Turqi. Por për çfarë akuzash ka ndaj Ayşe Barim? Hetimi është shumë serioz dhe përfshin monopol në industrinë e aktorëve, kontrolli i roleve dhe projekteve, evazion fiskal dhe rishfet, praktika jo etike në casting, madje autoritetet i kanë ndaluar daljen nga vendi, po bën kontrolle financiare dhe kontratash. Çfarë do të thotë kjo për industrinë? Ky skandal ka tronditur gjithë botën e serialeve turke, ka hapur debat të madh për manipulimin e roleve, ndikimin e agjensive, mungesën e drejtësisë për aktorët e rinj. Lidhja e Kerem Bürsin po bëhet serioze. Aktori famshëm turk është në një lidhje me Melisa Sabancı Tapan. Ajo është mbesa e biznesmenit legjendar Sakip Sabancı. Kjo lidhje ka tërhequr shumë vëmendje sepse bashkon showbizin me një nga familjet më të fuqishme të biznesit në Turqi. Pse thuhet që lidhja është serioze? Melisa e ka prezantuar Keremin me nënën e saj. Familja Sabancı e ka pritur mirë aktorin, ajo madje shkon shpesh në xhirime për ta takuar dhe e mbështet publikisht. Këto janë shenja shumë të forta që lidhja nuk është thjesht kalimtare. Si u njohën? Janë takuar në një nga eventet VIP në Stamboll, fillimisht si miq, më pas lidhja u kthye në romancë. Gjithçka ka ndodhur larg mediave në fillim, por tani është bërë publike. Çifti preferon të mos postojë shumë në rrjetet sociale, të mbajë jetën private larg skandaleve. Kjo i ka bërë fansat edhe më kurioz. Por pse kjo lidhje po komentohet kaq shumë? Kerem Bürsin është një nga aktorët më të dashur ndërkombëtarisht, ndërsa familja Sabancı është ndër më të pasurat në Turqi. A do të kemi një rinisje të serialit Dashuri e ndaluar? Yjet kryesor të serialit legjendar Dashuri e ndaluar janë ribashkuar pas 14 vitesh, duke rikthyer emocionet e fansave. Por kush u ribashkua? Personazhet ikonik. Bikteri, ku luhet nga Beren Sat dhe Nihal, ku luajt nga Hazal Kaya dhe Adnan Selçuk Yöntem. Ata u panë sërish bashkë në një event, takim special, duke bërë shumë nostalgjik publikun. Reagimi fansave. Fansat e serialit u emocionuan shumë, sepse ky serial është ndër më të ndjekurit në histori. Ka kaluar më shumë se një dekadë nga fundi, shumë komente në rrjetet sociale, sikur koha nuk ka kaluar fare, legjendë që nuk harrohet kurrë. Pse është kaq i rëndësishëm ky ribashkim? Seriali u transmetua
në vitin 2008 deri në vitin 2010. Ishte një nga dramat më të forta romantike në Turqi, u bë super hit edhe në Shqipëri. Historia e dashurisë së ndaluar mes Bikterit dhe Belulit mbeten ikonike edhe sot. A do të ketë rikthim apo projekt të ri? Deri më tani, nuk ka konfirmim për një serial të ri. Ribashkimi duket më shumë nostalgjik për evente ose projekte të veçanta, por fansat po kërkojnë një vazhdim ose riberje të serialit. Siç tham edhe pak më parë, për lajmin për aktoren Serenay Sarakaja, romancat false dhe lista të zeza, çfarë po ndodh? Industria e showbizit në Turqi po përballet me akuza shumë serioze, ku përmenden romanca false, deri në $5 milion për marketing, lista të zeza për aktorët që nuk bashkëpunojnë, kontrolli roleve të projekteve nga disa agjenci të fuqishme. Kjo ka bërë që shumë të quajnë industrinë një kartel të mbyllur. Romanca për para, si funksionon? Sipas pretendimeve, aktorë të njohur krijojnë lidhje të rreme publike. Këto marrëdhënie përdoren për rritje fame, promovime projektesh, kontrata reklamuese. Shuma që përmendet në media arrin deri në $5 milion për një marrëveshje të tillë. Një nga çiftet më të përfolur është Serenay Sarakaja dhe Mert Demir. Por Mert Demir e mohoi publikisht këtë, duke thënë se është në një lidhje reale. Një tjetër akuzë e fortë, aktorët që refuzojnë projekte ose dalin kundër agjensive mund të përjashtohen nga serialet dhe nga filmat. Kjo do të thotë humbje rolesh, mungesë ofertash, izolim në industri. Dhe një nga lajmet e fundit për sot është ku aktori Kivan Shtatlituk dhe familja e tij po kalojnë kohë në Londër. Arsyeja kryesore, edukimi i djalit. Ai dhe bashkëshortja e tij, Bashak Dizer, vendosën të shpërngulen përkohësisht në Londër. Qëllimi kryesor është t'i japin djalit të tyre kusht e fem, një fillim më të mirë në arsim. Ata po përgatisin djalin për shkollim në sistemin britanik, që konsiderohet shumë cilësor. Jo një largim përfundimtar. Familja ka marrë një shtëpi me qera në Londër, por nuk po largohet përgjithmonë nga Turqia. Plani është të ndajnë jetën mes Londrës dhe Stambollit, të vazhdojnë punën në Turqi. Në intervista, aktori është shprehur se përveç familjes ka edhe një qëllim personal. Dëshiron të studiojë kulinari, pra gatim, dhe të zhvillojë aftësitë e tij. Kjo lidhet edhe me faktin që ai ka kaluar kohë në Londër më parë për studime në këtë fushë. Pse po flitet sërish për këtë? Ai është parë shpesh në Londër kohët e fundit. Kjo ka nxitur thashë theme se mund të rikthehet për një periudhë më të gjatë ose të jetojë pjesërisht atje.